Të favorizuar nga kushtet atmosferike, një numër i lartë vizitorësh, vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në parkun kombëtar në Qafshtam, duke shijuar freskinë e natyrës dhe bukuritë e saj. Shtigjet e ngushta dhe bimësia karakteristike e lartë si ajo e pishave jashtojnë akoma më shumë bukurinë mahnitëse dhe panoramike kësaj zone. Vizitorët shprehen të mahnitur nga pamja piktoreske, disa prej tyre të rikthyer për të disa të herë për të shijuar këtë mrekulli të natyrës. Vizitorët e huaj për te bukurisë natyrore, të kënaqur mbeten me gatimet tradicionale shqiptare. Kam ardhur në Qafshtam, është shumë vend i bukur dhe turistik. Është hera e dytë që kam ardhur. Gjethet kanë rënë, është një vend shumë i bukur. Jam polak dhe jam këtu një herë. Qafshtama është shumë bukur zona. Më pëlqen si ambienti, ajri pasën, edhe shikoje si janë pishat. Janë të drejta, qeri, plus edhe ambienti jeshil e të bukuron më shumë. Qafshtama ruan vlerat e turizmit gjithvjetor, ndërsa ka rritje të ndjeshme të vizitorëve nga viti në vit. Qafshtama mbetet destinacioni ideal për të gjetur qetësi, larg zhurmave, ndërsa sezoni turistik pritet të sjellë më shumë vizitor në ditët në vijim.